Ftojmë përfaqësuesin e Presidentit të Republikës. Falenderit të nderuar kryetaret, nderuar gjyqtar. Së pari unë dua të them që ka shumë rëndësi për ne të evidentojmë faktin që ne I qëndrojmë para shtresës parashtrimeve të paraqitura para jush në datën 15 tetor, sikurse na I kërkuat. Dhe ndërhyrja jonë këtu është vetëm në funksion të atyre parashtrimeve, ne nuk jemi duke modifikuar qëndrimin tonë, nuk jemi ndryshuar asnjë nga argumentat tona të shprehura në atë parashtrim. Kjo ka rëndësi ta themi në mënyrë të veçantë ne si përfaqësues të Presidentit të Republikës, sepse pretendimi ynë është që dekreti I Presidentit të Republikës ka qenë kushtetues në datën 1 tetor të këtij viti, kur ai u mor, kur Presidenti nxorri dekretin për shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme, ndër të tjera për Bashkimin Tiranë, dhe ngelet I tillë sot për shkak se ka qenë kushtetues atje në atë datë. Jo për shkak se neve nisur nga shkëmbimi I pozicioneve, argumentave, qëndrimeve të mbajtura në këtë proces që po zhvillohet para jush, kemi evoluar pozicionin tonë. Nuk është kështu. Dekreti ka qenë I tillë dhe mbetet I tillë për shkak se kushtetuta dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese që janë ende në fuqi të pandryshuara sot e kësaj dite e bënin dekretin kushtetues. Nëse më lejoni unë do ndalem shkurtimisht tek vendimi juaj në raport me kërkesën tonë paraprake që paraqitëm sot. Ju e shihni veten kompetent për të marrë në shqyrtim dhe për të vendosur lidhur me dekretin, për shkak se e shihni atë të lidhur me çështjen e themelit. Për ne është rëndësishme që ju nuk thatë sot që dekreti nuk është akt administrativ, ndryshe nga qëndrimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese. Nuk e denatyruat dekretin, nuk ja ndrruat natyrën dekretit. Sigurisht që ju e shihni të lidhur, është e drejta juaj, ne nuk kemi asgjë për të kontestuar në këtë raport, ju jeni sovran në mendimin tuaj, vetëm se ne shohim disa probleme të vogla që ndoshta mund nesër pas nesër t'ju shqetësojnë dhe ju. Për shembull, është krejtësisht normale që për pothuajse shumicën e çështjeve që vijnë përpara gjykatës kushtetuese të gjihet një lidhje me aktet statuese, aktet individuale administrative. Nëse lidhja tërheq kompetencën tuaj për gjykimin e këtyre akteve, shumë shpejt ju mund ndodheni përpara situatës kur ju, për shembull, duhet jepni ose të hiqni leje legalizimi, të jepni ose të hiqni leje ndërtimi, të jepni ose të hiqni autorizime për strehim për të pastrehet, e ku diun se çfarë akti tjetër administrativ mund t'ju vinë në dorë. Kjo është e rrezikshme për gjykatën kushtetuese, sepse nxjerr atë jashtë funksionit vetë kushtetues. Por gjithsesi, ju që I lejuat vetes të drejtën për të tërhequr dhe për të shqyrtuar një akt administrativ, me siguri keni gjetur mekanizmat mbrojtjes nga kjo rrëshqitje. Fakti është që ju në fund të ditës do detyroheni, do të jeni detyruar të merrni një vendim në raport me këtë akt administrativ, në raport me dekretin. Dhe praktikisht do të përballeni me faktin se nuk është çështje e lidhur, nuk është se do bie I pari, vendimi I parë bie dhe I dyti. Do të përballeni me faktin që ju po merrni në shqyrtim dhe po vendosni fatin e një akti administrativ, kur kushtetuta nuk ja u lejon këtë. Kushtetuta I ka autorizuar gjykatën kushtetuese që të marrë dhe të shqyrtoj vetëm 2 akte administrative. Vetëm 2. Aktin e Kuvendit për shkarkimin e Presidentit të Republikës dhe aktin e Këshillit Ministrave për shkarkimin e organit të zgjedhur të qeverisjes vendore ose për shpërndarjen e tij
në rastet kur kryen shkelje të rënd të kushtetutës ose të ligjeve. Këto ju ka autorizuar kushtetuta. Tani, ndoshta diku sot dëgjuam eventualisht që jeni kompetent për të shqyrtuar të gjithë dekretet e Presidentit Republikës, pa përjashtim, ekskluzivisht kompetencë juaja, sepse dekretet e Presidentit Republikës qeken akte kushtetuese, s'kan asnjë lidhje me gjitha aktet e tjera që nxjerrin organet shtetërore në këtë shtet. Por nëse është e tillë, pse nuk janë keneni 131 i kushtetutës? Pse nuk ka një kompetencë të posaçme që përcakton ekskluzivitetin e gjykatës kushtetuese për të marrë shqyrtim dhe për të gjykuar në themel lidhur me aktet, me dekretet e Presidentit të Republikës? Nëse s'është, do të thotë që kompetencën nuk e keni. Dhe në qoftë se ju vihet përpara si alternativë për shkak të nevojave të subjekteve, kushdo qofshin ato, nuk ka rëndësi, ne që jemi sot këtu, apo të tjerë që do vinë nesër, ju takon ju të rezistoni. Se ju jeni barriera e parë e madhe në mbrojtje të kushtetutës. Para gjithë tjerëve. Të gjithë institucionet e shtetit syti kanë nga ju. Ju rezistoni, rezistojnë të tjerët. Nëse bini ju, binë të gjithë të tjerët. Bile eventualisht të tjerët mund ta kenë dhe të kollajshë, nëse mund mos ta kenë vullnetin të zbatojnë kushtetutën. Kurse ju jeni këtu vetëm për këtë gjë, për të mbrojtur kushtetutën. Prandaj unë shoh një lloj problemi me këtë çështje, por jam i sigurt dhe kam besim që ju do ta gjeni rrugën e zgjidhjes për këtë. Vendimi juaj për të përfshirë Presidentin e Republikës, dekretin dhe bashkë me dekretin Presidentin e Republikës në rrethin tuaj të kompetencave ka disa probleme thelbësore në raport me, si thosh, modalitetet e punës tuaj. Gjëja e parë që ju shihni kur ju vjen përpara një çështje, ju shikoni legitimitetin. Është e para fare. Dhe shikoni me fanatizëm legjitim, duke formuar shkollë për të gjithë klasën e juristëve të Shqipërisë. Ka institucione tjera që kopjojnë metodën tuaj të shqyrtimit dhe vlerësimit të legjitimitetit. Gjëja e parë që diskutohet në këto raste është, po mirë, ka interes të ligjshëm subjekti që juve në lëvizje për të vënë lëvizje gjykatën kushtetuese? Tani unë nuk kam asnjë lloj nevoje apo dëshire apo dileme për të diskutuar që interesat e kërkuesit janë 100% të lidhura me vendimin e qeverisë që ka shkarkuar. 100% të lidhura. Që kërkuesi ka të drejtë 100% të ankohet ndaj këtij vendimi të qeverisë që ka shkarkuar. Por në qoftë se interesat janë 100% lidhura me atë vendim, atëherë do të thotë me dekretin për shpalljen e datës së zgjedhjeve janë 0% të lidhura. Sepse dekreti për shpalljen e datës së zgjedhjeve nuk i përket fushës së shkarkimit me cilin lidhet interesi legjitim i kërkuesit. I përket fushës së zgjedhjeve me cilin kërkuesi mund të shfaqë interes legjitim në qoftë se është potencialisht kandidat për të marrë pjesë në zgjedhje. Ata që duan të marrin pjesë në zgjedhje pjesëshme mund të kenë interesat ligjshme që vinë në kundërshtim me dekretin. Mund mos jenë dakord me datën 9 nëntor, ose çfarëdo lloj interesi tjetër. Dhe ata kanë të drejtë që interesin e tyre ta mbrojnë në gjykatë. Në gjykatë. Jo në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është gjykatë themeli, siç e tham, vetëm në 2 raste, nuk ka raste tjera. Dhe kjo është një përputhje të plotë me ngërhinën kushtetuese që kemi ne. Në qoftë se parimi themelor në kushtetutë është e drejta themelore, është që çdo individ ka të drejtë të mbrojë interesat e veta të ligjshme në gjykatë, në një trup gjyqësore. Kjo e drejtë themelore nuk ju referohet ju. Ju s'jeni pjesë e sistemit gjyqësor.
Ju veproni si gjykatë vetëm në këtë raste, por nuk veproni gjithmonë si gjykatë. Jeni organ i lartë shtetëror. Do të thotë kur flitet për të drejtë themelore të njerëzit, flitet për gjykatën kompetente atje poshtë. Jo për ju. Dhe ju s'keni asnjë interes të përmbysni ngërhinën kushtetuese në raste përjashtimore, të paspecifikuara në kushtetues. Nuk ka nevojë ta bëni këtë gjë. Tani kërkuesi është përpjekur që të argumentoj në materialin me shkrim të paktën që dekreti i presidentit nuk është akt administrativ, eventualisht akt normativ, ose siç e tham, akt me natyrë kushtetuese, specifike. Dhe për këtë shkak i takon është kompetencë ekskluzive e gjykatës kushtetuese. Argumentat që janë sjell në dokumentacionin që ka shoqëruar gjithë shpjegimet e kërkuesit janë që të gjitha, vjeni re, se bie shumë në sy, janë që të gjitha të lidhura me modele, me referenca, me praktika, me ligje të shteteve tjera. Asnjë me ligjin shqiptar, asnjë me praktikën shqiptare, asnjë me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese shqiptare. Pse? Sepse argumenti nuk qëndron. Ligji shqiptar është preciz sa i takon natyrës së dekretit të presidentit dhe nuk lë hapësirë për dyshime. Kodi i procedurave administrative është preciz për sa i takon shpjegimit të natyrës thelbësore të akteve administrative. Nuk lë hapësirë për debate. Ka vetëm një diskutim për aktet e presidentit të Republikës, nëse ata janë akte administrative individuale, se janë disa të tilla, apo nëse janë akte administrative kolektive, se janë disa të tilla. Me kodin e ri të procedurave administrative, shpallja e datës së zgjedhjeve është akt administrativ kolektiv. Po gjithsesi, akt administrativ mbetet. Gjithsesi jashtë kompetencës tuaj. Kështu që sa kohë që ligji shqiptar është i qartë, sa kohë që kushtetuta e Shqipërisë është e qartë, sa kohë që praktika e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë është e qartë, për çfarë na duhen modelet e, nuk e di, se si mbaj Hungarisë, Moldavisë, Belgjikës, Iranit apo Marsit, nuk na duhen. Na duhet modeli shqiptar dhe mbi bazën e tij ne marrim vendimet dhe diskutojmë kompetencën. Ka një gjë që ndoshta meriton të thuhet pa u lodhur, se është e rëndësishme. Është një maksim që ju e keni përdorur pothuajse në të gjithë vendimet tuaja gjyqësore. Unë po e citoj nga një vendim, çfarë do, nuk ka rëndësi, një vendim i 2024. Në vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjeve, gjykata niset nga prezumimi i kushtetueshmërisë të tyre, si dhe nga mundësia e interpretimit pajtues të tyre. Është shumë e rëndësishme. Dhe shumë e rëndësishme për momentin e parë kur ju vendosët të merreni me këtë çështje. Pse? Në qoftë se shikoni me kujdes, në themel të kërkesës, kur ajo u paraqit, tash më duket se pas ka ndryshuar qëndrimi, por kur ajo u paraqit, kishte një arsyetim. Shkronja B dhe C të nenit 62 janë antikushtetuese. Prandaj, ne zbatojmë nenin 115 dhe nga kjo ne fitojmë të drejtën tonë për të angazhuar gjykatën kushtetuese dhe për të bllokuar efektet e vendimit të qeverisë për shkarkimin. Kur e pranuat, ju bëtuajnë prezumimin se ne jemi 62, të paktën 2 shkronjat ti janë antikushtetuese. Në një procedurë, jo sipas shkronjës A të nenit 131, që do të ishte procedura e rregullt për të diskutuar lëndën e pajtueshmërisë ligjit me kushtetutën, por një procedurë gjykimi themeli, siç e tham, duket një nga anëtarët e nderuar të trupës, sipas nenit 115, që është procedurë e huaj për të diskutuar
pajtueshmërinë. Tani unë jam i vetëdijshëm për faktin që ky prezumim nuk vinte si kërkesë tek ju, vinte si konstatim. Konstatim, të cilit ju e morët si të mëlqen, çështja juaj, nuk ka rëndësi, po unë duhet ta evidentoj këtë gjë. Pra, mbi një konstatim të pa rregullt, të pa bazë dhe jo kushtetues, u nis kjo procedurë shqyrtimi administrativ. Sot që flasim, siç doli nga debati, kërkuesi nuk e ka më këtë qëndrim. Nuk e kërkon më deklarimin antikushtetues të shkronjës B dhe C të nenit 62. Tani ka një qëndrim tjetër, që i duket më i përshtatshëm, qëndrimin e interpretimit në koherencë të dispozitës së nenit 115 dhe dispozitës së nenit 62 të ligjit. Por, maksima juaj ngelet, parimi që evidenton kërkuesi, duke thënë që duhet akte, do të thënë, dispozita të shihen, të lexohen në harmoni me njëra tjetrën dhe sipas hierarkisë, rrjedh nga kjo maksim. Rrjedh nga arsyetimi fillestar, gjykata kushtetuese në analizë niset nga prezumimi i pajtueshmërisë tyre. Kërkuesi nuk e thot këtë gjë, bën dhe diçka më shumë. Perceptimin e tij për nenin 115 e konsideron të mirë qenë, nuk e vë kurrë ndyshim. Dhe mbi bazën e atij perceptimi vendos gjithçka në kontekstin e tij. Ndërkohë që leximi në harmoni i dispozitave nuk është kështu. Leximi në harmoni i dispozitave është gjithmonë neutral. Në harmoni, dispozitat janë të vlefshme të gjitha bashkë dhe interpretohen të gjitha bashkë në funksion të njëra tjetrës. Dhe nëse është kështu, atëherë është e vërtet që ka një interpretim minimalisht, po aq legjitim sa interpretimi i kërkuesit, po themi nga pozicioni palës realisht kushtetues, sepse nuk ka nevojë të deklarojë antikushtetuese pjesë të legjislacionit, por i merr gjitha në harmoni. Dhe është interpretimi i bërë nga organet shtetërore që janë marrë me çështjen. Në radhë të parë dhe me të gjitha, nga Këshilli Bashkiak dhe Këshilli i Ministrave, sepse për Presidentin e Republikës çështja është formalitet. Presidenti i Republikës merr një akt zyrtar të këtij shteti dhe shef cilat janë detyrimet e tij në raport me procesin zgjedhor. Presidenti i Republikës nuk është hallk verifikimi. Nuk është gjykatë supreme për të marrë dhe për të shqyrtuar ligjshmërinë e aktit. Presidenti i Republikës shef vetëm institucioni kompetent ka zbatuar në rregull procedurat e veta, ka bazë ligjore vullnetin e Këshillit Bashkiak në këtë rast, sepse ky rast është i lidhur me vullnetin e Këshillit Bashkiak, do të thotë ka plotësuar kriteret, kushtet ligjore dhe përpasoj Presidenti i Republikës duhet të bindet. Duhet të bindet. Mendoni për një moment çfarë do ndodhte në Shqipëri nëse Presidenti i Republikës ditën që i erdhi vendimi i Këshillit të Ministrave të thoshte unë nuk e marr për bazë këtë vendim, s'dua. Për mua shkronja C e nenit 62 është antikushtetuese. Nuk jam i detyruar ta zbatoj. A nuk do t'i bënte atentat në zemër shtetit ligjor? Presidenti i Republikës, si çdo institucion, është i detyruar të zbatojë ligjin në formën që ligji është, sa kohë që ligji është në fuqi. Ose, përndryshe, nëse ka një opinion të vetin, jashtë procedurës zbatuese, të provokojë gjykatën kushtetuese me një kërkesë për papajtueshmëri. Por jashtë procedurës zbatuese. Ky është kuadri ligjor në Shqipëri. Dhe ky kuadër ligjor nuk le vend për ekuivok. Dhe nuk ka asnjë mundësi që ne sot të shpikim procedurë të re, për shkak se ndodhemi përpara një ngërçi të paparashikuar. Presidenti i Republikës, për shkak të
ngarkesës emocionale që mori ky rast, jo për shkak se ishte i detyruar, sepse qasja e tij është minimaliste në raport me procesin. Procesi ka hallka tjera verifikimi. Presidenti nuk është një nga këto hallka. Po për shkak të ngarkesës emocionale që mori çështja, u ndal thellësisht tek ligjshmëria e procedurës. Dhe presidenti u orientua në verifikimin e ligjshmërisë së procedurës nga jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Dhe ju keni shembuj, ju keni vendime të cilat tregojnë një gjë shumë interesante. Tregojnë që gjykata kushtetuese ka qenë e mendimit jo shumë larg nga sot, bile mund të themi shumë afër nga sot, që neni 115 i kushtetutës nuk është neni që përcakton shkaqet për shkarkimin e kryetarit të bashkisë. E ka thënë gjykata kushtetuese, se themi na këtë gjë. Neni 115 i kushtetutës është një nen që përcakton garancit posaçme në rastin kur kryetari i bashkisë apo këshilli bashkiak sulmohen politikisht në ekzistencën e tyre. Po ky nuk është rasti. Ne nuk i futemi dot themelit të çështjes. Ne nuk i futemi dot diskutimit shkronja C qëndron apo nuk qëndron, dhe nëse qëndron sa qëndron. S'është çështja jonë. Nuk e diskutojmë dot këtë punë. Dalim jashtë legjitimitetit tonë. Por, në qoftë se shkronja C është e ndryshme nga shkronja A e nenit 62, kjo do të thotë që neni 115 i kushtetutës nuk ka lidhje me rastin. Nuk mund të ketë lidhje me rastin. Sot, kërkuesi na tha, në fakt janë e njëjta gjë. Okej, unë po e lem një diskutimin logjik. Mungesa në punë e një institucioni të zgjedhur nuk është shkelje e kushtetutës, e rëndë e kushtetutës. Është mos paraqitje në detyrë, po jo shkelje e rëndë. Sikurse nuk mund konsiderohet shkelje e rëndë e kushtetutës per se dënimi me vendim të formës prerë, shkronja B. Dënimi me vendim të formës prerë është shkak teknik, është një akt i gjykatave të vendit, të cilët në momentin që merr vendimin formë prerë, bëhen në vetvete shkak për shkarkim. Jo ngjarja që ka ndodhur, jo arsyeja pse është dënuar. Vetë fakti i ekzistencës së një vendimi formës prerë është shkak për shkarkim. Këto nuk janë shkelje kushtetuese. Kërkuesi ja u interpreton juve këtë gjë, duke thënë që në fakt janë derivate të njëjtës logjik, sepse ka vetëm një shkak për shkarkimin, që është ai i nenit 115. Nuk mund të jetë vërtet. Në rastin e pashme ju keni thënë që nuk është e vërtet. Ju e keni thënë në mënyrë specifike këtë gjë kur keni gjykuar mos ka bëjnë në vitin 2017 kryetarin e Bashkisë Kavajës në atë kohë, i cili është shkarkuar në bazë jo nga Këshilli i Ministrave dhe jo në bazë në 115, por është shkarkuar për efekt të ligjit për dekriminalizimin, dhe ju i keni thënë në gjykatë kushtetuese vihet vetëm për shkelje të rëndë të kushtetutës dhe të ligjit. Në qoftë se nuk ka shkelje të rëndë të kushtetutës dhe të ligjit, na fal, po duhet shkosh në gjykatën administrative. Ky ka qenë vendimi juaj. Dhe situata, pavarësisht se skaku ligjor në këtë rast është i ndryshëm, situata është e njëjtë, sepse është çështje e kompetencës tuaj. Dhe nëse nuk e ka kompetencën gjykata kushtetuese për shkak të një shkaku të përcaktuar në ligjin për dekriminalizimin, nuk e ka as për shkakun e përcaktuar në shkronjën B dhe C të nenit 62. Nuk e ka, nuk mund ta ketë. Ju do merrni vendimin që ju e gjykoni të arsyeshëm. Ju jeni sovran në vendimarrjen tuaj. Po kur ta shqyrtoni, kur ta pleqëroni këtë punë, ndoshta ka vend të diskutoni me veten tuaj një gjë që është e rëndësishme për funksionimin e këtij shteti, të institucioneve të larta shtetërore dhe të mekanizmit kushtetues që është sot në fuqi. Presidenti i Republikës
me devotshmëri absolute. Kur ka marrë vendimin e tij, ka respektu kushtetutën, ka respektu jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, ka respektu kuadrin ligjor, 2 ligje, kodin e procedurave administrative dhe ligjin për veçërisjen vendore. Ka respektu autoritet, shumë interesante, ka respektu autoritetin tuaj për të pezulluar shërbimin. Nuk ju ka paragjykuar ju. Ka thënë sa kohë që 2 pozicionet ligjore janë kontradiktore me njëra tjetër. Haptazi. Organet e këtij shteti që kanë kompetencën thonë që nuk vepron neni 115, ndërkohë që kërkuesi thotë që vepron neni 115, gjykata kushtetuese ka shumë të lehtë ta ndajë këtë punë. Të thotë, ok, unë e quaj veten kompetente, nuk pyes për asnjërin nga ju, është çështje ime dhe ju urdhëroj pezullimin e aktit bazë. Pezullimi i aktit bazë do detyronte presidentin e Republikës të ndërmerrte ai veprimet e veta pozitive. Eventualisht të anullonte pjesën e dekretit ose të ndryshonte dekretin, nuk është e rëndësishme kjo tani. Por presidenti do ishte i detyruar të vepronte. Dhe ju e kishit kohën. Presidenti e la procesin deri në fund të afatit vet ligjor për t'ju dhënë juve mundësinë që ju të ndërhyjnit. Në fakt ju nuk ndërhyjt. Në mos gaboj, më falin nëse gaboj, ndërhyri zyra e shtypit e gjykatës kushtetuese me një deklaratë kriptike. Çështja është regjistruar, regjistrimi është i barabartë me shpalljen. Zyra e shtypit, jo gjykata kushtetuese. Një deklaratë kriptike nuk thoshte asgjë dhe eventualisht nuk shpjegonte dhe nuk ndriçonte askënd. Nuk i shërbente askujt. Por presidenti kishte gjithë vullnetin që t'i nënshtrohej një qëndrimi pozitiv të gjykatës kushtetuese. Ajo që është e pakuptueshme është që ju në vend që të pezullonit aktin për cilin jeni me kushtetutë kompetent, tërhiqni një akt tjetër për cilin nuk jeni kompetent, për shkak se doni që mos vi pasoja që sjell akti për cilin jeni kompetent. Zgjedhjet caktohen për shkak se ka një akt shkarkimi. Nuk caktohen për qeft presidentit e Republikës. Dhe në qoftë se pezullohet akti i shkarkimit, pezullohet edhe veprimi i presidentit të Republikës. Nuk ndërmerr hapat në vesh. Tani ne nuk ju paragjykojmë. Ne nuk themi asnjë gjë, as mirë, as keq për gjykatën kushtetuese. Por keni parasysh që vihen institucionet në një pozicion të tillë. Institucionet duhet nxjerrin akte në çdo kohë, se kanë detyra për të zbatuar në çdo kohë. Institucionet udhhiqen në leximin e kushtetutës nga e shkuara, nga praktika e mëparshme, nga vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese. Ju jeni të lirë të ndryshoni qëndrimin, jeni sovran për këtë punë. Në qoftë se para 2 vjetësh keni thënë akt administrativ, keni thënë mungesë kompetence, mund t'i thoni të kundërtat sot. Por të kundërtat kanë vlerë për sot e mbrapa. Për ndryshe institucionet nuk veprojnë dot, nuk i ushtrojnë dot funksionet e tyre. Sepse nuk e dinë ç'më mendon gjykata kushtetuese për këtë gjë. Prandaj është e rëndësishme që të gjithë kuptojnë siguria juridike dhe shteti ligjor kanë në themel kushtetutën dhe jurisprudencën tuaj. Edhe kushtetuta dhe jurisprudenca mund të ndryshojnë, por duhet të kenë efekt për të ardhmen, jo për atë që ka kaluar. Prandaj ju lutem shumë, ndihmoni institucionet që të zbatojnë kushtetutën dhe të rinë besnik shtetit ligjor. Mos u tregoni indiferencë dhe mos u nisni nga një hall, po themi konkret. Nisuni nga halli i madh i këtij vendi për të forcuar themelet e tij. Institucionet kanë nevojë për ju, por jo pas berihajt. Ka nevojë për ju të jeni pararoj. Timoni dhe ecni përpara me rrugën e kushtetutës. Pjesa tjetër është debat konkret, debat hallesh njerëzore, nuk është çështja jonë. Ne kemi këtë merak që ka lidhje me themelet e kushtetutës. Faleminderit.